Sa i përket pagës së 13, ne kemi dhënë në sektorin publik sepse jemi punëdhënës i sektorit publik. Po zoti Anit ministrin çka tha? Sa i përket pagës së 13, ne kemi dhënë në sektorin publik sepse jemi punëdhënës i sektorit publik. Pra i takon punëdhënësit që ta jap pagën e 13. Nëse ju mendoni, pra që edhe sektori privat duhet ta bëjë një gjë të tillë, këtë ndoshta edhe mund ta mandatojmë me ligj, ngjashëm siç e kanë disa shtete evropiane. Ne kemi menduar si qeveri që është më mirë të lihet në vullnetin, pra e punëdhënësve që të vlerësojnë për dhënien e pagës së 13. Po zoti Anit ministrin çka tha? Tha pensionistët, tha ju kemi dhënë një mbështetje. Ja u kemi jap tha nënave dhe lehonat. Lehonat, ajo në punë. Pensionisti ka 65 vjet. Kjo ka një emër tjetër. Emri është shumë i thjeshtë, quhet skemë sociale që është vi buxhetore në buxhetin e Republikës Kosovës. Ne jemi për me mbështet pensionistin, ne jemi për me mbështet nënat, ne jemi për me mbështet lehonat, fëmijët krejt. Fëmia 13 vjet nuk punon. Unë të fola të pyeta shqip. Ja ke jap 65 milion euro rrogën e 13 që kanë në ndërshtetet që e kanë zhvillimin ekonomik bukur më të madh se na, e në Unionin Evropian. Po dojmë në rregull, unë të pyeta, çka ka bëu qeveria e Kosovës me ndihmu sektorin privat se pensionisti ka 65 vjet, ndërsa krejt ato që i përmendin në skema sociale, s'fola unë për to, mos u mundo me ikpi përgjithësisë. Del tregona, çka ke bëu për sektorin privat? Në ne s'ke bëu asnjë veprim të vetëm në raport me ngritjen e çmimeve, asnjë veprim të vetëm. Ta kem kërku për të vëshëm e zbrit, se ke bo. Kem kërku për aksis, se ke bo. Çmimet ka shku në havan, ndërsa firmat të cilat i mojnë ta punëtorin para bankrotit.